Arta Asani, djali I deputetit Nahit Asani, dyshohet se është në mesin e të arrestuarve në aksionin e gjerë të prokurorisë themelore në Prizren kundër keqpërdorimit të votave. Asani është ndaluar të premten me urdhër të prokurorisë. Mediat në Kosovë raportojnë se djali I deputetit dyshohet se ka ushtruar funksionin e komisionerit në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 28 dhjetorit, siç raportoi Paparaci mëngjesin e së premtes. Prokuroria kreu bastisje në disa lokacione në Prizren lidhur me keqpërdorimin e votave. Burimet thanë se arrestimet në shkallë të gjerë kanë nxjerrë në pa një sfidë institucionale, mungesën e hapësirave në burgje pasi janë arrestuar mbi 100 persona për manipulim votash. Shërbimi korrektues I Kosovës e ka njoftuar prokurorinë e Prizrenit se aktualisht nuk ka vend të mjaftueshëm për sistemimin e rreth 100 të ndaluarve. Dy institucionet janë në komunikim të vazhdueshëm për të gjetur një zgjidhje. Arrestimet në Prizren lidhen me keqpërdorimin e votave të kandidatëve për deputet, në mesin e të cilëve me gati mbi 3000 vota ishte edhe Nahit Asani. Aktualisht me procesin e rinumërimit të votave në vazhdim, Nahit Asani rezulton të jetë kandidati I dytë me më së shumti vota të hequra në zgjedhje. Asanit I janë hequr rreth 3000 vota pas rinumërimit të pjesshëm në nivel vendi. Arta Asani zbulohet se ka qenë kryesuesi I një tavoline të numërimit në qendrën e numërimit të rezultateve, siç tha të premten avokati I tij Anton Çuperiani. Çuperiani tha për portalin Kallxo.com se klienti I tij është I pafajshëm nga se I njëjti si kryesuesi një tavoline numërimi në qendrën e numërimit të rezultateve nuk ka pasur të drejtë të plotësojë votat e kandidatëve të PDK-s. Si kryesues, ai nuk ka pasur të drejtë të numërojë votat e PDK-s, tha avokati. Ai tha se klienti I tij është ndalur nga policia të premten në ndyshimin për falsifikim të votave. Është ndaluar, nuk është arrestuar. Ai me vullnet të lirë ka shkuar në stacionin policor dhe nga aty është ndaluar, tha ai. I njëjti dyshohet për veprën penale, falsifikim të votave. I njëjti ka qenë nga PDK-ja në cilësinë e kryesuesit, ku në tavolinën të cilën ai e ka kryesuar kanë qenë edhe 5 anëtarë të tjerë nga partitë politike si LDK, Vetëvendosje dhe parti të tjera, tha avokati Çuperiani.